Vëzhguesit kanë dhënë alarmin në lidhje me ambicet autoritare të Donald Trump, që shumë kohë përpara se ai të zgjidhej për herë të parë në vitin 2016, që nga rikthimi i tij në Shtëpinë e Bardhë ata kanë paralajmëruar gjithashtu se ligjvënësit republikanë dhe shumica konservatore e gjykatës së lartë do të vazhdojnë ta ndihmojnë atë. E megjithatë, në SBA dhe në mbar botën udhëheqësit vazhdojnë ta kënaqin dhe ta lekëtojnë atë. Administrata e dytë e Trumpit ka justifikuar ndërhyrjet më të tmerrshme, duke synuar agjencitë dhe institucionet që mbrojnë demokracinë në vend dhe projektojnë fuqi të butë jashtë vendit, duke përfshirë Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, Departamentin e Arsimit dhe Administratën e Sigurimeve Shoqërore. Administrata e Trump ka vendosur ushtrinë në qytetet amerikane pa arsye të qëndrueshme, ka nisur një fushatë masive deportimi që ofron pak ose as pak proces të rregullt ligjor dhe ka sfiduar vazhdimisht vendimet e gjyqtarëve, dhe që nga fundi i verës ajo ka bombarduar anijen në Karaibe që pretendon se transportojnë drogë në SBA. Duke ndjekur shembullin e George Orwell, administrata Trump është përpjekur gjithashtu të manipulojë realitetin. Ajo ka fshirë kërkimet mbi ndryshimet klimatike dhe ekstremizmin e ekstremit të djathtë në faqet e internetit të qeverisë. Ka vonuar publikimin e dhënave të vendeve të punës dhe inflacionit, ndërsa pretendon se ekonomia po ecën mirë dhe ka hedhur poshtë do realitet pakëndshëm si mashtrimet të demokratëve. Ndërkohë Trump e përfshin emrin e tij në çdo gjë që mundet. Ka një faqe interneti e re që shet ilaçe me zbritje, deri te Instituti i Paqes si SBA-va. Në ndjekjen e tij të pamëshirshme të vet lavdërimit dhe një çmimi Nobel për paqen, Trump pretendon se i ka dhënë fund konflikteve që janë ende në vazhdim, ose që nuk kanë ndodhur kurrë, ose në të cilat roli i tij është i dyshimt. Komiteti i Nobelit nuk rapreh lobimit të Trump, por të tjerë kanë parë në egun e brisht të Trump një mundësi për të fituar favorin e tij. Kjo shpjegon pse Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Futbollit, organi ndërkombëtar qeverisës i futbollit, krijoi një çmim paqeje vetëm për Trump, i cili e pranoi çmimin me një gëzim të pazakontë në Qendrën për Artet Performuese, John Kennedy, ndërsa administrata e tij kritikon trofet e pjesëmarrjes dhe ndalon programet e diversitetit, barazisë dhe përfshirjes për shpërfillje të meritës. Trump kërkon paturpsisht vlerësime të pamerituara dhe shpërblen ata që i binden. Presidenti i FIFA-s Gianni Infantino e di këtë. Edhe Azerbajxhani, i cili e nominoi Trumpin për çmimin Nobel në një përpjekje për të fituar favorin e tij, është ndoshta një investim i mirë nga Katari dhe Pakistani në Zvicër. Qeveritë kanë korrur përfitime të mëdha në këmbim të adhurimit, dhuratave të bollshme dhe marrëveshjeve fitimprurse të biznesit. Disa udhëheqës europian u neveritën nga marrëdhëniet e Zvicrës me Trumpin, por ata nuk e kanë shmangur poshtrimin e vetes në përpjekjet e tyre për ta mbajtur Trumpin në anën e tyre. Këtë verë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte e quajti atë baba, me sa duke shpresuar se shakaja do ta kënaqte egon e Trumpit mjaftueshëm sa ta bindte atë të mos braktisë Europën dhe të tradhtonte Ukrainën. Ndërsa Trump e shijoi komentin strategjia e re, sigurisë kombëtare e administratës së tij e përshkruan Europën jo si të barabartë, por si një telash ekonomikisht të ndenjur, që po shkon drejt zhdukjes së qytetërimit. Ndërkohë me superfuqinë tjetër Rusin, Trump dëshiron të rivendosë stabilitetin strategjik. Ndoshta askush nuk e lajkaton Trumpin më shumë se sa vet ai. Kur mori përsipër si prezantues i ceremonisë Kennedy Center Honors, ai pretendoi se shfaqja po merrte vlerësime entuziaste edhe para se të mbaronte. Kjo është mbrëmja më e madhe në historinë e Kennedy Center, deklaroi ai duke shtuar asnjë konkurs. Ndonjëherë dikush pyet veten nëse ai e ka humbur aftësinë për të folur pa kënduar. Por ligjvënësit dhe zyrtarët amerikanë me siguri i bëjnë Trumpit një konkurrencë të fortë. Mbledhjet e kabinetit janë bërë qesharake me zyrtarë që e mbulojnë me radhë Trumpin me lëvdata. Kohët e fundit sekretarja e sigurisë kombëtare në SBA Kristi Noem shkoi aq larg sa e falenderoi ato për mbajtjen larg të uraganëve gjatë sezonit kaluar të stuhiva. Por kudo që është rritur në Bashkimin Sovjetik, këto skena janë shumë të njohura. Të gjitha llojet e fenomeneve natyrore, nga ndërrimi i stinëve të rrjedha e lumenjve dhe shkëlqimi i diellit, i atribuoheshin udhëheqësve të mëdhenj në Kremlin, të cilët, të pakënaqur me pushtetin që ushtronin, gjithashtu merrnin çmime dhe lavdërime. Në vitin 1964, kryeministri sovjetik Nikita Khrushchev i dha aleatit të tij anti-imperialist, presidentit egjiptian Gamal Abdel Nasser, në nderin më të lartë të Bashkimit Sovjetik, hero. Ndërsa ky veprim ishte strategjik, Nasser i kishte dhënë atij ekuivalentin egjiptian në urdhrin e Nilit. Ai shkaktoi një reagim të ashpër midis mbështetësve dhe kritikëve të Khrushchevit. Çmimi i heroit zakonisht rezervohej për njohjen e shfrytëzimeve të jashtëzakonshme, jo për autokratët e huaj me fjalë të ëmbla. Edhe në Bashkimin Sovjetik diktatorët lejkatues mund të kishin efekt të kundërt. Duke parë Trumpin, kthehem vazhdimisht në fëmijërinë time në vitet 70. Ceremonia e ndarjes së çmimeve të FIFA-s më kujtoi shumë të tjera për Leonid Brezhnevin, i cili u vlerësua me 114 medalje ndërkombëtare dhe sovjetike. Ashtu si Stalini, edhe ai u bë marshall, grada më e lartë ushtarake e Bashkimit Sovjetik. Megjithatë, në Bashkimin Sovjetik ne përqeshnim kotësinë e Brezhnevit, nevojën e tij të pangopur për lëvdata dhe servilizmin e rrethit të tij. Sot krahasuar me sjelljen e Trumpit dhe atyre që e mundsuan veprimin e Brezhnevit, duken si çuditshmëritë e padëmshme të një plaku. Vetëm Stalini dhe dinastia Kim e Koresë së Veriut kanë arritur ndonjëherë këtë nivel absurditeti. Sjellja Trump nuk duhet habis askënd. Historia është plot me autokrat narcist, por në një vend që e reklamon veten si një vend lirie dhe trimërie, reagimi i tij
i servil dhe i ndrojtur ndaj ngacmimit, korrupsionit dhe konsolidimit të pushtetit bie në sy. Pavarësisht ndjekjes së Trumpit për hakmarrje kundër armiqve të perceptuar, republikanët amerikanë nuk po deportohen pikërisht në gulag. Ata, si shumë udhëheqës të huaj, po zgjedhin të gjunjëzohen. Nëse demokracia mund të shpërbëhet kaq lehtë në SBA, kush mund të shërbejë si model për ata që luftojnë regjimet autoritare të rrënjosura si ato në Rusi dhe Kinë? Shkruan Nina Khrushcheva, përshtatur nga Project Syndicate.